A janë të lejume shikimi serialeve turke? Mas janë turke, elhamdulillah. Qa vëta mërmenja, është të lejume jo. Gjdo budallaki, e kujdo koft, e turkit, e shqiptarit, e arabit, e kinezit, e kujdo koft. Budallakia mbetet budallaki, harami haram. Amoraliteti, lafët. Kur gjo me spaqen serialet keqe, mjafton që është humbje kohës me nga 200 epizoda, 300 epizoda. Për çka? Filoni a bani këtë punë, a bani atë punë, mës s'pëdu me përmen me konkretizu. Andaj themi, prej gjërave më të dëmshme që e humbin kohën njerëzit janë serialet. Nuk për konkretizaj, turke, qa do qofshin. O vllazën musliman, o i motra, lexojeni Kuranin. Lexojeni Kuranin. Në mend një serialit e që këqyrni me muaje ose me vite, ju me dhjetra herë lexoni Kuranin. Pastaj po themi s'kemi kohë. Kemi kohë, por po e keq përdorim kohën.